Një shoqja ime më ka bërë këtë pyetje, por nuk di si t'i përgjigjem. Ja pyetja, pse Zoti ynë, Allahu, nuk e tregon veten siç bëjnë perëndit në fetë e tjera, përmes statujave ose përfaqësimeve të tjera? Shoqja ime është kineze, ajo e di pamjen fizike të perëndive në kulturën e saj dhe fuqinë e tyre. Ajo po pyet, pse Allahu nuk e tregon veten në këtë mënyrë? Faleminderit. Kjo është një pyetje që një nga shoqet e tij jo muslimane ja ka bërë. Ajo e pyeti pse Allahu, Zoti në Islam, nuk e tregon veten si në fetë e tjera ku mund të shihen perëndit. Pse ne nuk mund ta shohim Zotin e Allahut në Islam? Arsyeja është se nëse ai do të shfaqej, nuk do të mund të eduronim. Ka aq shumë fuqi. Një shembull që kemi në Kur'an është në suren e Nisa. Muslimani thot se kur ai dëshiron ta shohë Allahun, Allahu ju përgjigjet dhe thot se do të shfaq dritën e tij në malin dhe t'i thot të shohë se çfarë ndodh me malin. Pra, kur Musa kthen kokën nga mali, Allahu e tregon dritën e tij në mal dhe Musa bie të fikët. Kjo është fuqia e Allahut, kaq e madhe sa ne, si njerëz, në këtë formë nuk mund ta shohim atë. Përkufizimi i Allahut jepet në suren e Ikhlas, kapitulli 112, vargjet 1-4, e cila thot se nuk ka asgjë të ngjashme me të në këtë botë. Në momentin që mund ta krahasosh Zotin me diçka në këtë botë, ai nuk është Zoti. Pra, nëse dikush në fetë e tjera thot ky është Zoti, në momentin që mund ta krahasosh Zotin me diçka në këtë botë, ai nuk është Zoti i vërtetë. Ky është një përkufizim në 4 linja për Allahun, Zotin e plotfuqishëm. Çdo njeri, pavarësisht se cilin Zot adhuron, nëse ai Zot përmbush këtë përkufizim në 4 linja, ne e pranojmë atë si Zotin e vërtetë, përndryshe nuk është Zoti i vërtetë. Allahu është i vetëm, i pashuar, ai nuk ka lindur dhe nuk është lindur. Lejo më të bëj një pyetje, cila është shpërblimi më i madh që mund të imagjinosh të marrësh vëlla? Cili është shpërblimi më i madh që një musliman mund të marrë? Parajsa janë na, apo jo? A ka diçka më të madhe se janë na? Po. Dikush tha po, a ka diçka më të madhe se janë na? Po, përgjigjja është se ka diçka më të madhe se janë na. Është shikimi i fytyrës së Allahut. Ne si njerëz nuk mund ta shohim fytyrën e Allahut në këtë formë. Por kur të hyjmë në Jana, të gjithë ata që janë në Jana nuk do ta shohin fytyrën e Allahut. Vetëm ata që janë më afër profetit do ta shohin fytyrën e Allahut. Allahu nuk do ta tregojë fytyrën gjithmonë, por të gjithë do të dëshirojmë dhe do të presim të shohim fytyrën e tij. Pra, shpërblimi më i madh që një musliman ose çdo njeri mund të marrë është të shohë fytyrën e Allahut. Pra, thuaj shoqes tënde jo muslimane që nëse ajo ndjek kriteret e sures El Asr, të ketë besim, të bëjë vepra të mira, të thërasë të tjerët në të vërtetë dhe në durim, ajo do të shkojë në Jana, inshallah. Por ajo duhet të ndjek rregullat e Kuranit. Nëse ajo arrin në nivelin më të lartë të Jana, ajo do të mund ta shohë fytyrën e Allahut. Jo çdo njeri do ta shohë, vetëm ata që do të marrin shpërblimin më të lartë në botën tjetër. Shpresoj se kjo përgjigje do të sqarojë pyetjen. A do të dëshiroje të shihje fytyrën e Allahut apo jo? Inshallah, ne lutemi për Allahun që të na fusë të gjithëve në Jana dhe që nëse shohim fytyrën e Allahut, inshallah.